Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me anën e re në gafore në 14 korik dhe tema e saj që kërkon, pra efektet që do të ndjeni, bëhet fjalë cilat ndjenjat të lënduara janë që doni të flisni. Mësoni që kjo hën e re, edhe pse ne nuk e shohim, ndodh sepse është midis diellit dhe tokës. Dhe ndërkohë kjo bën që ne nuk e shohim, por është dhe super hën, që do të thotë që ju do të ndjeni, shpirti juaj do të sjelli emocionet për të cilën keni akoma në trupin tuaj që kërkon t'i lini të shkoj. Qoftë emocionet në zorët e barkut, qoftë jetë mendore. Duke qenë se është e re, është për të gjithë ne një fillim i ri. Pra që të gjithë çfarë dëshiron shpirti juaj. Ndërkohë ka të bëjë me atë që duke qenë se është në zakonisht bie gjithmonë në kohën e qershor korrik dhe është stina e verës, dhe që të gjithë është stina e ndjeshmërisë, dhe që të gjithë ne kemi një ndjeshmëri, dhe vetë gaforja, duke qenë se udhëhiqet nga nëna hën, është ka të bëjë shumë me kujdesin për shtëpinë dhe për familjen, duke qenë se kujdeset për shtëpinë dhe familjen, ju do të kuptoni që kërkoni e ndjeni që doni t'i jepni akoma dhe më shumë kujdes shtëpisë tuaj, duke lënë duke lënë atë që në lidhje me çfarë ne kemi kaluar nga e kaluara. Pra jeni situash më të përmbajtur, sepse keni një farë rritje në lidhje me shpirtin tuaj. Ndërkohë është ndoshta për një pjesë nga ju ndjehet në këtë, pra ndjehet ose do ta ndjeni dhe ka filluar sepse ka një ndikim planeti Mërkurit. Planeti Mërkurit është planeti i komunikimit, pra në lidhje me qenien tonë njerëzore, i komunikimit, si janë fjalët, si mënyra si sillemi mendimet tona, dhe ka qenë është në kthim në shenjën e gaforres dhe ka lidhje me nënën hën, sepse dhe nëna hën është në gafore, dhe në këtë rast është që është në kthim dhe deri në 23 korrik, të gjithë ju që me të vërtet ndjeni një melankoli, bëhet fjalë që të hyni në brendësi, pra akoma kjo melankolia vjen sepse keni akoma emocione, dhe kjo është të shkëputemi jo vetëm nga emocionet që ne kemi marrë, kemi krijuar vetë gjatë rritjes tonë si fëmijë, apo në lidhje me modelet shkatërruese, por edhe në brendësi që në kohën me nënën tonë, pra jini të vëmendshëm, një pjesë edhe në brendësi të zorëve të barkut që në kohën e nënës, sepse që të gjithë ne më shyer, ju e dini, në bark të nënës, nga zorra e nënës. Dhe kjo është zemra jo në bark të nënës, ka marr atë ndryshe quhet në këtë kohë karma e vjetër. Pra gjërat që kemi të mishëruara nga fisi, kultura, tradita, vendi, besimet e tjera. Pra në këtë rast, në lidhje me karmën, ne ndihmohemi sepse është shekulli 21 që është thirrja, që ne jemi ndërgjegjësuar kolektiv, por ne do të lidhemi me veten tonë dhe prandaj jemi në këto video, sepse gjithçka që ne jemi bërë të vetëdijshëm në botën e jashtme ndodhen në trupin tonë, ndodhen sepse janë energji, dhe ne jemi energji, dhe në këtë rast ju që ndiqni këto video jeni të vëmendshëm, sido që të jeni në këtë moment që ndodheni, të kuptoni që jeni, nëse ndjeni melankoli, do të thotë që të hyni në brendësi, të reflektoni, sepse ka akoma emocione në zorët e barkut,
pra energji të ulta, ashtu sikurse edhe nga ana e mendjes, hijet tona, hijet mendore. Të gjitha që bëhet është në këtë kohë tjetër që na ndihmon që jep efekt hënajre është duke qenë se është në sezonin e verës që të gjithë ne na jepet mundësia, kemi leje, do shkojmë dhe bëjmë këto pushimet me familjen e tjera. Pra i keni këtë mundësi që të takojeni me familjen tuaj dhe kjo bën që duke diskutuar me familjen tonë për atë kaluarën tonë, me motrën ose me këdo që je, pra kjo ndihmon që ne të njihemi më shumë me marrëdhëniet tona me veten tonë, me familjen dhe me shtëpinë, dhe ndërkohë e gjitha bëhet që të reflektojmë. Dhe kjo arrihet sepse energjia, shenja e dytë që na jep efekti NSR, duke qenë se është në gafore, energjia e gafores është një energji që të gjithë do ta ndjejmë, që të gjithë, por ndikon shumë tek gaforja midis nesh, sepse që të gjithë e kemi këtë ndërlidhje dhe ndikon edhe te gaforet, dhe jo vetëm gaforja që është vetë në shenjën e diellit, por dhe ju për të cilën, sipas grafikut të lindjes, e keni në një zonë të shtëpisë dhe do të ndikoj tek të gjithë, pra gaforet midis nesh. Mësoni që kjo është shenjë e ujit, pra e dini, shenja e ujit na sjell emocionet, i kemi, pra sa më shumë ne të ndjejmë, aq më shumë ne shërohemi, është që ka të bëjë me atë që tregon që është kujdesi nënës dhe faktikisht nëna është që na shëron ne në momentin që ne i dorëzohemi dhe e ndjekim hap pas hapit, ju do të kuptoni që dhe do të arrini atë që kërkon shpirti, nevojat. Pra, nevojat tona, dëshirat tona, ëndrat tona, për atë që ne kemi, pra që shpirti e ndjen dhe ka nevojë. Ndërkohë, duke qenë se ka të bëjë me atë që ne kërkojmë, që të gjithë ne duam që të kemi marrëdhëniet tona, pra të kenë siguri, kudo, romantike, me familjen, apo kudo në çdo aspekt të jetës, dhe në këtë rast, në lidhje me marrëdhëniet tona, pra të jenë të sigurta, dhe këtë e bën falni gaforja, dhe akrepi është elementi ujit, por gjithsesi këtë e bën gaforja, sepse kujdeset, dhe jo vetëm kujdeset për shtëpinë, për familjen, por dhe për miqt, pra e ka këtë ndjenjë. Gjithsesi, si çdo shenjë, edhe gaforja ka energji të ulta dhe prandaj sido që të ndjeni në këtë moment, të kuptoni se nga vijnë këto energji të ulta, kush janë shkaktarët. Mësoni që kjo shenja e gafores, pra kush është, janë empat, janë të ndjeshëm, dhe ju e dini dhe prandaj jeni dhe këtu, dhe ndjeshmëria do të ndjehet, sido që të jeni, edhe në qoftë se keni arritur në veten tuaj të lartë, edhe në qoftë se jeni në proces, sepse varet si jeni, ne kemi qenë të ndjeshëm, sidomos ne që jemi të empat, ne kemi qenë të ndjeshëm, por tani të kuptojmë që ndjeshmërinë në jetën e parë ne dha me dashurinë në nevojë, ndërsa tani shpirti mori mësimet, se ky është misioni i shpirtit, dhe në këtë rast çfarë ndodh gaforja, duke qenë se është elementi ujit dhe është ndjeshme, shpesh për çfarë ndodh ka atë e humbet humorin, pra edhe pse ndihmon, edhe pse është ndjeshme, e humbet, pra ka lëkundje në lidhje me humorin. Tjetër, kjo vjen, pra energjia që ka përsëri, që kërkohet që ne, nëse i ndjejmë këto, kur dikush e kritikon, nuk e pranon kritikën, sepse qëllimi i gafores është pra të ndjeshëm që bëjmë, që ne bëjmë, dhe kur e kritikon dikush, edhe atyre kur nuk e kishte e kap me qëllim të mirë, por çfarë bëjmë? Neve nuk dëgjojmë njëri tjetrin dhe bum direkt reagojmë, dhe kjo është që keq kuptohemi. Dhe në këtë rast, çfarë ndodh me njerëzit e ndjeshëm, dhe në këtë rast energjisë gafores, është
tërheq veten, pra, si thua, do ta mbroj veten dhe prandaj është edhe gaforja ka të trupin e saj, guackën, pra mbyllet në guack. Dhe kjo është që shumë njerëz, sidomos ne të gjeneracës tonë, ne mbani marrëdhënie dhe mund t'jenë akoma që mbajnë marrëdhëniet që shpirti i tyre kupton që diçka nuk shkon, por ju që jeni në këto, bekojni veten, sepse jeni në momentin më të bukur të jetës, dhe një nga mantrat, nuk unë ju frymëzoj, unë ju jap atë që, por nëse ju jeni këtu, mantra e fuqishme është unë i dorëzojmë hyjnore, sepse hyjnoren e kemi në zemër. Dhe kjo zemër është që çfarëdo lloj sfidash që ka kaluar, mori mësimet, pra shpirti, fryma shpirti, zemra selia e shpirtit. Dhe kjo zemër 24 orë na mban në punë. Çfarë ndodh është që të mos mbylleni në guackën tuaj. Tjetër është që pra gaforja e ka të vështirë të ndjej emocionet, e ka të vështirë dhe kjo e bën që të mbaj të kaluarën fort, për arsye sepse ka të bëjë me shtëpinë, ka të bëjë me prindrit, me marrëdhëniet që ne kemi, pra qoftë shtëpia, qoftë familja, por shtirja nuk bëhet fjalë që ne do të shkëputemi nga njerëzit ta në asnjë mënyrë, por do të arrim të lirohemi nga emocionet që ne kemi krijuar pa e kuptuar, duke lënduar njëri tjetrin në egoizëm, pra me krenari, apo ajo që ne nuk pranojmë kritikën e të tjera. Tani jemi të ftuar që ne këto energji që kemi krijuar vetëm si qenie njerëzore, jemi të ftuar nga ana e reja dhe në këtë rast nga gaforja që të lidhemi, të reflektojmë me veten tonë këto energji të ulta që ja u tregova deri tani, dhe shenja tjetër për të cilën ju keni vazhduar që do t'japi është komunikimi rreth ndjenjave dhe nevojave. Që do të thotë, kjo ndodh për arsye se Mërkuri është në ktim, që do të thotë ecën avash, dhe në këtë rast ka filluar që në 29 qershor deri në 23 korrik në shenjën e gaforres. Pra do të thotë që na fton ne, pra komunikimin, mënyra si të komunikojmë, si fjalët, sjelljet tona, pra të reflektojmë. Mësoni që në këtë moment, me ënën e re, na ndihmon edhe planeti asteroik ose gjuq Nessus, dhe është ndryshe në gjuhën shpirtërore quhet edhe gjys njeri, gjys kafsh, por që ka të bëjë me anën kolektive, pra gjërat që ne kemi marrë nga karma e vjetër, si abuzimi, manipulimi, hijet që ne kemi marrë me vete, por në fakt ne jemi ndërgjegjësuar si kolektiv, por tani është do të ndjejmë këto nevoja që na sjell shpirti, pra ndjenjat tona, nevojat tona, me qëllim që të lirohemi nga këto emocionet. Dhe mbi të gjitha pyetja është, po kush janë këto gjëra? Që të gjithë jemi që ne kemi krijuar modelet shkatërruese dhe varësitë tona, zotrimi që ne mbajmë pas diçkaje, dhe ndërkohë dhe mbrojtja që ne i bëjmë vetes, pra frika se duke kontrolluar jetën, çfarë bëjmë? Energjitë e ulta tërheqin energjitë të ulta, dhe në këtë rast, nëse ke frikë do të tërheqësh, nëse ke inat, xhelozi dhe i mban akoma, përsëri këto do të rishni. Prandaj është që të gjithë ne, duke ulur me veten tonë dhe duke vazhduar shpirtin, arrim të kuptojmë sepse një pjesë nga ju mund të jeni lidhur me shpirtin tuaj dhe keni dhuratat shpirtërore. Kujdes në marrëdhëniet që keni, se ndoshta përfitojnë nga dhuratat tuaja, ndoshta nga krijimtaria juaj, sepse jeni bërë të vetëdijshëm dhe krijimtaria vjen nga brendësia, ashtu sikurse kujdese mund t'ju shkelin dhe të kalojnë përtek kufive tuaj. Prandaj e gjitha bëhet
që të gjithë, sido që të jeni, jeni të ftuar dhe në këtë kohë që ne kemi kaluar, ju e dini se çfarë ju mban akoma. Që të gjithë e dini, sepse sa kaluam edhe atë fazën e nës gjysmë, e keni parë ose shikon, tani është e zbogluar sot që po e jap, se po shkon në hënën e re, por që e kaluam gjysë të plot dhe gjysë të errët, pra ndryshe quhet edhe treqereku i fillimit, pra çfarë ju dini, dhe ajo që ju dini me të vërtet, tani duke u zbogluar ëna, kërkon atë që ju dini, atë që ju vjen ja u sjell shpirti, ta lini të shkoj. Çdo lloj varësie apo mbrojtje në lidhje me emocionet që keni, që ju sjell shpirti në momentin tani, ashtu sikurse dhe ato që ju shqetëson mendja juaj. Prandaj është që të gjithë të uleni dhe ne ndihmojmë që të distancohemi nga, ndihmojmë, ne nuk jemi vetëm, dhe prandaj jeni këtu në këto, është energjia e shpirtit tuaj që ju solli këtu, ndjehet nga ëngjëjt mjeshtat, kryengjët, dhe në këtë rast të bëni, të reflektoni pra të ku keni ardhur deri tani, çfarë kërkoni të vazhdoni të bëni, me qëllim që të arrini në bukurinë e jetës. Kjo është ju për të arritur atë që sjell shpirti juaj në lidhje për të ndjerë nevojat dhe pra ndjeshmërinë për nevojat që ka shpirti juaj, besoni në intuitën tuaj, sepse ju keni arritur. Pra intuita juaj është në rritje, dhe në këtë rast të besoni në të, ta dëgjoni atë, dhe kjo ju bën që të jeni në gjendje të vendosni kufin, çfarë është për të jo, do të thuhet jo, dhe sigurisht kufint janë që ne na respektojmë me njëri tjetrin dhe ne shërohemi. Pra është e vërtet për të jetuar, kufin do të thotë jetosh me vërtetësi, dhe vërtetësinë e jep zemra jonë. Kështu që të gjithë e dini se ku jeni. Tani kjo në qonë në shën tjetër, modelet shkatërruse, familjare, po thyen. Qa do të thotë? Ndoshta që të gjithë ju e kuptoni që ju keni rritur veten tuaj, pra e kuptoni që shpirti kërkon të shkëputet nga të gjitha gjërat që ne nuk na shërbejnë nga modelet shkatërruese. Pra e ndjeni se shpirti kërkon më të mirën për ne. Në këtë rast është që ju keni arritur në një vetëdije të lartë, dhe kjo është që ju tashmë e kuptoni energjinë me këdo që keni marrëdhënie, dhe nuk i lejoni më që t'ju shkelin, pra të kalojnë kufit tuaj këtë. Nuk e bëni më, sepse ne dim që ata janë të lënduar, por ndërkohë ne e kuptojmë energjinë dhe ne vëm kufin me fleksibilitet, pra që të gjithë e dini, duke u shkëputur nga modelet shkatëruese të familjes, pra po i thyen, dhe kjo është një mrekulli se ne po i vëm kufirin karmës së vjetër, qoftë edhe të fisit dhe të familjes tonë. Mësoni që kjo e gjitha ka të bëjë me atë që sa më shumë ne lirojmë fëmirin tonë të brendshëm, aq më shumë është dhe bukuria e arritjes që të gjithë të kuptoni që ku ne lirojmë fëmirin tonë të brendshëm, ne kemi liruar marrëdhëniet me nënës tonë, sepse shkaku për të cilën ne me të vërtet kemi krijuar gjatë rritjes tonë, ishte edhe ajo që ne shumë gjëra i kemi marrë nga nëna jonë, qoftë në barkë të nënës, qoftë dhe gjatë të rritjes. Sigurisht unë nuk mund të gjykoj, as kam gjykuar asnjëherë, dhe shpirti nuk e bën këtë. Shpirti nuk e bën këtë, por të jeni të vëmendshëm që ajo që do të arrini është që këto energji pra të nënës ne i kemi marrë me vete dhe shpesh i reflektojmë në jetën tonë. Pra sido që ti është mashkull femër, pra i reflektojmë, dhe ndërkohë është edhe një pjesë, ndoshta kanë qenë këto
Pra këto modele shkatruese të vazhdueshme edhe gjatë lidhjes, gjatë jetës tuaj në marrëdhënie, pra ka qenë ndoshta edhe për një kohë të gjatë. Gjithsesi e gjitha bëhet që ne do të hymë me veten tonë, të jemi të vëmendshëm atë që na sjell shpirti në momentin prezent, që të ndjejmë atë që na vjen, që na I sjell shpirti. Pra mos rezistoni, ndjeni, jepini mirësi, dashuri, jini të vëmendshëm me emocionet dhe me hijet mendore. Pra atë që ju sjell shpirti. Tani kjo është që na ndihmon në nahën dhe keni këtë shans sepse në fund të fundit e keni të rritur dhe të dijen tuaj. Pra kujtoni ku ishit, ku jeni. Tjetër, jeta e juaj e dashurisë, marrëdhëniet tona ashtu sikurse edhe me flakën binjake. Që të gjithë të kuptojmë, një nga mrekullit është dhe planeti Venus ose ndryshe Afrodita në shqip, që është planeti I marrëdhënieve, planeti I harmonisë, planeti I dashurisë, I bollokut, dhe në këtë rast ka një tension me planetin Uranit, sepse kujtoni një gjë, që të jemi të arrim me shpirtin ton human, ne duhet të shkëputemi nga çdo lloj shqetësimi apo pengese, apo model shkatërrues, apo çfarëdo lloj që nuk na shërben më, pra qof nga karma, qof nga ato që ne kemi krijuar vetë modelet shkatërruese, sepse është me të vërtetë koha që ne duhet pra të lidhemi dhe të jetojmë me vërtetësinë e ekuilibrit të magjisë së pastër të gjithçkaje, sepse ne jemi të ndërlidhur. Dhe në këtë rast shënim, sido që të keni arritur, ka një tension në lidhje, pra sjell tension në lidhje me shqetësimin tuaj dhe ajo që duhet jini të vëmendshëm tani në marrëdhëniet tuaja, kudo në çdo lloj marrëdhënie, të dashurisë me romantikun, dashuria mund të jetë dhe me veten tënde, varet si je në proces, pra me flakën binjake, ashtu sikurse dhe me marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi të kuptoni që në këtë trup ne kemi dy lloj lëkurash, nga njëri anë kemi qenë me mendjen dhe në krahun tjetër shpirtin. Pavarësisht, pra ndryshe në shtëpi, ndryshe jashtë, pra kemi jetuar me pavërtetësi. Tani, nëse I keni akoma këto gjëra, do të ndjehen në marrëdhëniet tuaja. Le të themi në romantiku, sido që t'jeni dhe me veten tuaj, pra sido që t'jeni. Dhe në këtë rast po e quaj njëri partner, ajo që ne kemi lidhje me të tjerët nëpërmjet mendjes, por dhe partneri jon, shpirti jon. Le të vazhdojmë. Le të themi në marrëdhënie romantike, ju e kuptoni që njëri partner dhe vetja, varet si jeni, se mund të jeni dhe beqare tjera ose të ndarë, të divorcuar, por sido që të jetë, prandaj quaj dashuria, marrëdhëniet apo flaka, sipas asaj që ju jeni. Le të marrim romantikun, le të themi që ju e po e kuptoni që partneri, pra po lidhet me dashurinë e vjetër, ose po flirton në mënyrë të pavetëdijshme me të tjerë. Dhe sigurisht kjo të sjell shqetësim, kjo të sjell që kërkon të dish kush është sjellja, kush është, ose të fillosh të bësh bisedë. Dhe në këtë rast ju acaron, sepse është diçka që pra po të tradhton në kuptimin asaj, po flirton, edhe që mund ta bëj edhe në mënyrë të pafajshme. Gjithsesi, ajo që duhet kuptoni është shkaku nga vjen kjo, pse ndodh nga vjen. Ajo që duhet të kuptoni, këto janë plagët e vjetra që ne I kemi marrë që në kohën e fëmijëris tonë, sepse prindrit tanë nuk dinin si të silleshin me ne, dhe kjo është që ne nuk e kemi marrë dashurinë e dur, dhe një nga këto është dhe familja jon e yershëm. Prandaj që të gjithë është kjo sigurisht nëse ja u sjell shpirti, ju e kuptoni që një mënyrë tjetër që përjetohet është edhe sepse tjetri, kushdo që tjetë, pra tjetri, dikushi, kushdo që tjetë, kërkon vlerësim, kërkon më tepër vëmendje.
Pra jini të vëmendshëm, këto gjëra ndodhin tek ju apo jo. Ndërkohë është ndoshta dikush, ju ose tjetri, është ndjeni të lodhur për arsye sepse ju merrni kritike, dhe pse ti përpiqesh të bësh më të mirën, përsëri dhe kjo lloj kritike që jep kushdo që tjetë, ti ose tjetri, ose pra kushdo që i të bën që ti të shpërqendrohesh dhe të shkëputesh dhe të merresh me diçka tjetër. Tjetër është që të kuptoni që në qoftë se këto i ndjeni, çfarë ju sjell jetë mendore, ti je pa mjaftueshme dhe prandaj i bën këto gjëra. Dhe kjo është që kërkohet që të gjithë, qofse i keni këto gjëra, sido që të jeni në lidhjen tuaj, është që të hyni në komunikim me njëri tjetrin, qoftë me partnerin romantik, qoftë pra do hyni në komunikim me familjen tuaj, me veten tuaj, sipas asaj që ju jeni, dhe kjo është që do t'ju bëj ju që të merrni vendim, pra duke ndjerë shpirtin tuaj, se shpirti i kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, do të kuptoni që këtyre marrëdhënieve ose do t'i jepni një zbukurim, sepse ju drejton shpirti, zemra juaj është neutrale, është astrale, e di ju do më shumë, në fillim ju e keni arritur në këtë, ose ju do t'i jepni marrëdhënies një mrekulli dhe se dini ta bëni, ose ju do të vini kufin, do të shkëputeni nga këto marrëdhënie që nuk ju shërbejnë, që nuk ju njohin si ju jeni në të vërtetë, dhe kjo është që ju do të filloni të vazhdoni të kontaktoni me veten tuaj për të krijuar investim në veten tuaj, sipas asaj që ju jeni. Pra e gjitha kjo është bëhet fjalë për emocionet, për ato që ju ndjeni akoma, që ju lëndojnë, ju shqetësojnë, është eftuar kjo, jeni të ftuar që të komunikoni dhe keni shans deri në 23 të korrikut, sepse Mërkuri na ndihmon që të arrijmë në fjalë, në komunikim dhe në ndjeshmëri se është në shenjën e gaforres, dhe mbas datës 23 do të kaloj në drejt, pra do të eci, do të keni më pak pengesa, prandaj çfarëdo lloj që duhet të lënë të shkoj, është koha t'i lini të shkoj. Dhe ju nuk jeni vetëm, në momentin që ju do të përdorni mantrën, unë i dorëzohem hynores, ju do të dëgjoni shpirtin tuaj, zemrën tuaj, dhe kjo ju hap dyert e bukurisë së jetës për të marrë vendim me të vërtet të drejt për atë që shpirti ju sjell, se ju do më shumë, dhe në këtë rast do të krijoni marrëdhënie të mrekullueshme me të tjerët, sigurisht në fillim me veten, me të tjerët dhe përreth, dhe kjo është që ne krijojmë një botë, një Zot, një njerëzim, një shpëtim. Shpëtimi do të thotë të shpëtojmë nga karma e vjetër, për të cilën na ka rënuar duke që në konkurrencë me njëri tjetrin, dhe të bashkohemi, dhe ky është shekulli liri, barazi, vllazëri. Ne do të shkëputemi nga uria, nga sëmundjet, nga krizat e ndryshme, sepse turrja mbas botës së materjes, jo vetëm që na largoi si qenie njerëzore, por ajo që kërkohet është këto janë energji që ne kemi krijuar vetë ne si qenie njerëzore në këtë tokmëm, se këtu është jeta, dhe tani është thirrja që të lidhemi me veten tonë, të lëmë gjërat që nuk na shërbejnë, pa gjykim, pa kritik, me qëllim që të jetojmë jetën për sa kohë marrim frymë dhe të jemi falënderues, dhe ndërkohë të hapim dyert për fëmijët tani, për nembesa. Ky është mesazhi në NSN. Dhe me mua miru pafshin deri në video tjetër. Faleminderit.